Në Shkodër ka nisur kontrollet në terren dhe tregje nga grupet e veterinarisë në bashkëpunim me Policinë e Shtetit pas rastit të parë të konfirmuar në post strip të murtajës së ruminantëve të vegjël në një fermë me 18 krerë dhi. Shefi i shërbimit veterinar në rajonin e Shkodrës, Mark Preçi, shpreh se gjithë qarku i Shkodrës është në karantinë sa i përket bagëtive të imta, dhi dhe dele, duke mos lejuar lëvizjen dhe tregtimin e tyre, ndërsa janë ngritur 6 grupe kontrolli në zonën e infektuar. Tashmë zyrtarisht është qarku i Shkodrës është konfirmuar pozitiv me smundjen e murtajës ruminantëve të vegjël, një smundje që nuk është zonoz, domethënë nuk prek njerëzit, por mbi të gjitha shkakton dëme të mëdha në rritjen e kafshëve të imta, dhënë dhe dhi. Pas konfirmimit, qarku i Shkodrës është futur në karantinë. Dhe janë përcaktuar 2 zonat, me fjalë zona 3 km, që është zona infektuar, edhe një zonë 10 km që është zonë e mbikëqyrjes. Në zonën e 3 km-shit funksionojnë 6 grupe kontrollit që bëhet kontrolli i përditshëm i të gjitha fermave ku kontrollohet gjendja shtetësore e kafshëve, numri i krerëve dhe gjitha problematikat që kanë fermat. Në rast të evidentimit të lëvizjes apo tregtimit të bagëtive të imta, grupet e kontrollit do të bëjnë bllokimin e tyre, ndërsa fermerët janë të ftuar për të bashkëpunuar me shërbimin veterinar. Një nga masat që garanton që kjo smundje të shkaktojnë dëme sa më të vogla është edhe eliminimi i lëvizjes kafshëve. Për këtë qëllim, në akset kryesore, në bashkëpunim me organet e rendit, janë caktuar grupe veterinare që bëjnë kontrollin e lëvizjes kafshëve të imta kryesisht. Bëhet fjalë edhe për bllokimin e tregtisë së kafshëve të imta në tregjet që funksionojnë në qarkun e Shkodrës. Prandaj fermerët janë të lutur që për gjithçka të informojnë shërbimin veterinar, dhe ne jemi të gatshëm në çdo moment me efekt gjendje me fermerëve dhe të bashkëpunojmë me qëllim që dëmi që shkakton kjo smundje të jetë sa më i vogël. Deri më tani nuk ka raste të tjera të murtajës te bagëtitë e imta në Shkodër, shpreh shefi i shërbimit veterinar. Kur kemi dyshime për smundje, ne kryejmë kampionime të kafshëve dhe dërgime të tyre në laboratorin e referencës në ISOV. Por që edhe katë nuk kemi asnjë rast të dyshuar. Zakonisht nëse një fermë konfirmohet rasti pozitiv, eliminohet gjithë krerët e kësaj ferme, si ndodhi me datën 4 kur ne kemi eliminuar një fermë me 18 krerë të dhirta. Sipas shërbimit veterinar, nuk ka zona të tjera në qarkun e Shkodrës të prekura nga murtajat te të imtat, ndërsa sipas tyre kjo sëmundje që u shfaq nuk është kërcënuese për jetën e njerëzve. Masat e ndërmarra janë vetëm për dhitë dhe delet, ndërsa bagëtitë e tjera lejohen që të tregtohen apo të lëvizin nga ana e fermerëve.